Rreth 100.000 fëmijë që përballen me përjashtim social ose me vulnerabilitete komplekse do të përfitojnë nga ndërhyrjet e parashikuara në Planin e Veprimit për Garancinë Europiane për Fëmijët 2026-2030. Plani parashikon masa të koordinuara në fushën e mbrojtjes sociale, shëndetësisë dhe arsimit, me synimin për të garantuar akses më të mirë në shërbime cilësore dhe mundësi të barabarta për zhvillim. Në takimin me aktorët kombëtar dhe ndërkombëtar, të përfshirë në hartimin dhe zbatimin e planit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale, Evi Sala, theksoi se dokumenti përfaqëson një angazhim konkret për të mbështetur fëmijët dhe familjet që kanë më shumë nevojë. Ky plan synon të arrijë rreth 100.000 fëmijë që jetojnë në varfëri, që përballen me përjashtimin social dhe me vulnerabilitete komplekse. Ai përfshin ndërhyrje në disa prej fushave më të rëndësishme për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Por shifrat të vetme nuk mjaftojnë. Sfida jonë dhe angazhimi im personal si ministre është që çdo politikë e mirë në letër të zbatohet në praktik, të zbatohet me sukses, që kjo reformë që po ndërmarrim së bashku, çdo shërbim, çdo investim i parashikuar në këtë plan të përkthehet në ndryshim real në jetën e këtyre fëmijëve dhe të familjeve të tyre. Sot në ofrojmë rreth 98 shërbime për fëmijët dhe familjet në nivel vendor në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore. Ky fishim i mbështetjes financiare për rreth 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuara dhe njëa e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore për kujdestarët e këtyre fëmijëve janë një nga masat më konkrete të ndërmarra në zbatim të angazhimit të garancisë për fëmijët. Sipas Salës, Garancia Europiane për Fëmijët nuk është vetëm një angazhim në kuadër të procesit të integrimit europian të Shqipërisë, por mbi të gjitha një përgjegjësi ndaj çdo fëmije për t'i garantuar mundësi të barabarta dhe një të ardhme më të mirë.